Historia përsëritet plot një muaj më pas. Një sipërfaqe toke në plazhin e Zvërnecit është gdhir këtë të premte nën ujë. Pamjet tregojnë qartë se niveli i ujit ka mbuluar një pjesë të konsiderueshme të rrugës, por edhe tokës. Më 27 shkurt, televizioni 6+1 Vlora realizoi një vëzhgim, kur përmbytja ishte prezente ashtu si këtë të premte, fiks një muaj më pas kur data shënon 27 mars. Segmenti rrugor që të çon drejt plazhit prej disa kohësh përballet me të njëjtin fenomen. Rruga mban ujë në mënyrë të vazhdueshme dhe sidomos mbas shirave. Kalimi në të bëhet i vështirë dhe në disa raste problematik për automjetet dhe jo vetëm. Kjo situatë nuk është e re, por përsëritet her pas here, duke u kthyer tashmë në një shqetësim të përhershëm. Mungesa e një sistemi të mirëfillt kanalizimesh për ujërat e bardha është një nga arsyet kryesore që çon në krijimin e pellgjeve dhe përmbytjen e pjesëshme të tokës dhe rrugës. Uji i rreshjeve nuk ka ku të shkarkohet dhe përpasoj grumbullohet në pikat më të ulta të terrenit. Një tjetër faktor që ndikon në këtë problematik është fakti se segmenti rrugor ndodhet në nivelin e detit. Kjo e bën edhe më të vështirë largimin natyral të ujrave, sidomos në periudha me rreshje intensive apo kur ka rritje të nivelit të detit. Në këto kushte, kombinimi i faktorëve natyror me mungesën e infrastrukturës së duhur krijon një situatë që kërkon ndërhyrje të menjëhershme. Zona bregdetare kërkon një planifikim të kujdesshëm urban dhe investime të qëndrueshme në infrastrukturë për të shmangur problematika të tilla. Ndërtimi i kanaleve kulluese, ngritja e nivelit të rrugës apo instalimi i pompave për largimin e ujit janë disa nga zgjidhjet që mund të merren në konsiderat nga autoritetet vendore. Në rastin e Zvërnecit, rreshtit vetëm sa e përkeqësuan një problematik që ekziston prej kohësh. Kjo situatë nuk është e re, pasi përmbytje të ngjashme janë regjistruar edhe më parë, sidomos gjatë stinës së dimrit ose në periudha me rreshje intensive. Për këtë arsye, situata kërkon ndërhyrje më të mirë planifikuara dhe afatgjata nga institucionet përgjegjëse. Duke qenë se Zvërneci është një zonë me rëndësi turistike dhe natyrore, zhvillimi i saj kërkon një planifikim të kujdesshëm urban dhe investime të qëndrueshme në infrastrukturë. Kjo do të ndihmonte jo vetëm në shmangjen e përmbytjeve të përsëritura, por edhe në përmirësimin e aksesit dhe kushteve për vizitorët, të cilët e frekuentojnë këtë zonë gjatë gjithë vitit. Ndërzidhjet që mund të merren në konsiderat nga autoritetet vendore përmenden ndërtimi i kanaleve të reja kulluese për largimin e ujrave të rreshjeve, ngritja e nivelit të segmentit rrugor në zonat më problematike, si dhe instalimi i sistemeve të pompimit për të larguar ujin në rastet kur ai nuk mund të rrjedhë natyrshëm. Ndërhyrje të tilla do të kërkonin investime të konsiderueshme, por konsiderohen të domosdoshme për të shmangur pamje të tilla.